Mirë se të gjeta në kuzhinë. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Po them unë si je në më të mirën e mundshme, po. Në më të mirën e mundshme je. Kaq. Të paktën kështu duket, ose kështu duhet ta. Problemi është çfarë dukesh. Tregojmë, po, patjetër. Jo si je. Ama, një sekondë që se nuk kishim këtë bukuria jashtme dhe e brendshme, për këtë do flasim sot. Sa lidhen me njëra tjetrën, sa mirë jemi brenda dhe sa mirë jemi jashtë. Në ngjyrën e sultanatit. Mbaroj muhabeti. Ose ndryshe të betakshimve. Ti ke zgjedhur ti jesh mes detit dhe qiellit. Me këto dy ngjyra. Është e bukur këtë ngjyra. Po mbeta mes detit dhe mes qiellit, do të thotë që unë jam bërë pupël. Që kështu. Forca e gravitetit më tërheqte deti pastaj. Më shumë te deti. Kemi sot japrak. Japrak. E di që i kam bërë, po japrakët kanë mënyra të ndryshme për të bërë, edhe unë sjell një ndër ato mënyra sot, jo me gjethe rushi, por me pazi. Gjë që i kam zhytur pak fare në ujë, ja. Duke sa i kam zhytur. Kam vendosur panxar. E le të zije, kam qepët e njoma që direkt i vendos. Dhe panxari është për japrakët me pazi. Bukur. Vendos gjithë masën e qepëve, kam një domate, orizin, oriz këtu kam më tepër, normalisht do ta minimizoj pak, kam lëngun e limonit, kam edhe lëng shege, ose më saktë uthull shege. Ja, i shtoj të gjitha, kripa piperi normalisht që nuk mungojnë. Dihet që qepa ngelet në për duar, urdhëro. Dororiz. E mi hetë gjithë se. Kemi bol gjethe, pazish, për ti. Se fundja unë e kam datë, si çdo anëz, që mund të bëhet diçka tjetër, me mbushen kripa, pa lasa e shegës. Lëngjet janë që orizi ti përthith ato. Ti përthith. Kam një tani bim aromatike aty. Gati gjitha, gjithemente, borziloku, gati gjitha, sepse duhet një shije. Ja me pato një arti bëj. Menten, kopër. Nëse do ta qëroj pak menten nga gjethe. Edhe borziloku. Lumë kush e ka te baçja te balkoni se faktikisht, e mirat mirave është borzilok shumë pak, shumë pak, sa për një ngastim arome, dhe mentja është në energjiku, jo mentja, që të mbizotëroj si aromë. Dhe sa më shumë barishte bim aromatike, aq më mirë. Që tani, se që kam unë ato shprej që them livadh. Ja, vjen ajo era e livadhit, e freskët, e gjelbërt. Gjethe dua goxha. Po, të gjitha janë, këto shkopint, pastaj kërcelat e nënexhikut. Ja. E në regullë, edhe ka shumë në regullë është. Të lumë shimë duart. Ti bëjmë pak zap, se nuk ka si era. Edhe të tjera që solla, se vika një aromë fantastike, një përzierje aromash që do të mbetet e tillë edhe në gatim. Sepse shpejt për shembull, sidomos djemt ankohen për erën e qepës. Sot keni s'ka ankesa, sot kemi livadh, kemi bar, aromë natyre. Dhe të gjitha bashkë këto aroma, përbën një mozaik të këndshëm edhe në ngjyra, por i japin vërtet lezet dhe aromë të mirë gatimit, shihen pa diskutim. Këtu kemi shtuar pra qepët e njoma, vetëm bishtat e qepëve, këto bimët mix aromatike dhe orizin, një përzierje e të gjithave bashkë.
Kam edhe kuinoan. Pra, dal nga dalë zbulojmë dhe çfarë do të ketë mbushja e Edhe këtyre japrakëve, domate. gjetheve të pazis, panxarin që po zjen, feta domatesh, pazia, limoni për t'i dhënë në fund prekjen e fundit me shije dhe këto bimët bashkë me qepët dhe orizin që unë përmenda. Japrak me gjethe pazie është receta që i shkon më së miri sezonit. Domatja është pak e butë, edhe nuk mund ta presim, si mund presim kubikët për sallatë apo ndryshe, apo për brusketa. Gjë që kështu i nënshtrohet një prerje ndryshe. Ja. Nuk më duhet salsë. Dhe ja, ku u prenë. I largoj të gjitha. Do t'i punojmë, bashkojmë me njëra tjetrën, besoj. Mjaftueshëm janë domatet, si për ngjyrë, po ashtu edhe për të dhënë atë shijen e tyre. Ja. Kjo është masa. Nuk është gatuar asnjë gjë prej produkteve, të gjitha këtu, përveç se panxharit. Limonin e kam për në fund fare. Te ky tasi, për shembull, nëse do të ishte orizi i zier, do të ishte një sallatë shumë e shëndetshme. Patjetër, tani marrim. Por këtë më pas e kalon pak në kujtesë nxehtë, në blender. Ma një tenxhere, por si shta Niki, shumë mirë mund të vendosim quinoa, shumë mirë mund të vendosim bulgur, mund të vendosim bulgur, quinoa. Quinoa e kemi me tre ngjyra. Bulgurin tjetër çka kemi? Mund të vendosim farakia. Edhe për mbushje në shumë e mirë dhe marr gjethet. I bëj pak. Po e lë të ftohet pak që mos prishet pajisja. Pastaj kalojmë panxharët me gjithë lëngun siç janë? Po. Okej. Pa bëj një mas më të vogël, se s'është problem. Po. Një gërshërë. A kemi një palë gërshërë këtu? Edhe panxharët shumë mirë, kokra në ty edhe. Shumë të shëndetshme për t'i sjellë në forma sallatash, në të zjera, të pjekura. Ja, këtu. I hapim një nga një thjesht, unë sa i kam zhytur në ujë. Ti bëj gati që të ke mundësit e hapjes së gjetheve. Ju e dini shumë mirë që direkt gjethet sa zhyte në ujë, duhet të qëndrojnë të hapura. Atëherë një tenxhere. Kjo është gati. Ose thjesht edhe një tigan, se s'është. Pra, këto pazit ti i ke valuar, në kuptimin i ke zhytur në ujë të vëlluar. Thjesht sa i kam zhytur në ujë, kaq. Të zbutim pak ashpërsinë e tyre. Pra, si që i bëjmë të vogla fare si cigare, ashtu mund t'i bëjmë edhe. Pra do në formë kafshat të zash. Një unë. Po. Ja. Në formën e. Vendosim. Gjethet madhe që t'i jetë. Këta këtu. Dhe njëra pas tjetër në të vendosim në tigan, po, vendosim. Po, se colla. Dhe do të mbushim plot këtë purim, pas të ku e shtojmë këtë panxharit.
në fund. Në fund fare. I shojmë pak së bashku përbërësit e kësaj recete të re, nuk e kemi gatuar ndonjëherë në kuzhinën tonë, kështu që edhe për ju shpresoj të jetë e re dhe ta testoni, ta provoni shijen e saj. Japrakë me gjethe rrushi, japrak me gjethe pazije. Ju zgjidhni vetë. Nëse nuk i keni gjethet e rrushi, se tani janë ato të ashprat, më kupton, ne zgjedhim gjethet e pazis. Majdanos, nenegjik, domate, qep të njoma, vaj ulliri, oriz, panxar në kubik, lënga 2 limon, krip, piper dhe melas shege, që një shurup shege, që dhe kjo është opcionale, por nëse e keni, shtojeni sepse je vërtet lëng shege shumë të mirë. Nëse se keni, se keni. Kjo është receta e shkruar e japrakëve, ju ndoj që tatë pasapi, thjesht të kemi zjerë panxarin, më pas gjithçka tjetër është e grimcuar, e bashkuar në një tas. Ky varianti me të gotën e vogël është fantastik. Do pak qëndisje, po dalin kështu të voçkla. Kafshatëza që në fund fare pastaj i servirim me atë taratorin apo një kostë të thjesht. Pra, nuk është e thënë me këtë, nëse duam ne i bëjmë, se në të kundërt, ja, ju të regoj dhe këshu. Ja, një mbledhje të tillë. Hop, hop, hop. Mjafton të keni gjethe të mëdhaja. Do t'i vendosim pa tjetër një pesh, një pjatë apo një tjetër, që të rëndoj dhe të mos hapen. Po të doni i bëni në formë të vogël fare, pra po jap të gjitha. Në varësi të gjetheve, ja kjo për shembull, doni e vogël. Një test, një provë për të provuar një shije të re të japrakëve, edhe njerë tek tasi, kemi orizin, kemi domatet, kemi bimët aromatike me shumicë, krip piper të zi, e pak duart, dhe një zhytje të gjetheve në ujë të vluar. Kështu do të vazhdojmë, ndërkohë kemi përgatitur edhe panxarët, të cilët i kemi bluar. Ja, më jep edhe... Më shtë si shtrat? Po, më shto dhe ujë këtu. Nëse dhe unë e bëra në vend të qafar shumë në rregull. Një gëzhgëzh aty. Dhe të gjithë të masë të panxarit të zirë pure, do të ashtoj tuti tigani, apo jo? Po. Ashtoj tuti, tak, tak. Do të zjejnë në lëng panxari. Është orizi që do të zjej, brënda gjetheve. Jo më tepër. Shtojmë. Të gjethet që nga të vogla mund t'i vendosim edhe brënda, punë e madhe, se... Ja, për shembull. Se e pengojmë, se nuk është se... E bëra tamam. Bëjmë dhe limonin, i lëngur i thi, apo dhe lëkura? Opa. Kur është me vogël, normalisht do vendos 2-3 gjethe të tilla. Tjetër që po, se... Edhe janë të njoma fare, ja. Janë të njoma fare. Edhe pak tjetër, dhe kjo është një formë shumë e shëndetshme në fakt. Të këtu, të këtu, të kështu. Duhet të jetë 3-4 gjethe të tjera. Po. Edhe 3-4 dhe mbushet, mirë është që ato të jenë kështu ngjitur me njëra tjetrën, që të mos rrezikojnë të ndahen. Por shumë unë kam mundësi të zhvendosë në një më të vogël dhe ja që jam në rregull, ë? Po. Sepse gjethet janë të ngatrojnë shumë me njëra tjetrën. Edhe
Orizi është i pabërë dhe prandaj duhet që të ketë masa e lëngut, limonin e shtojmë aty sipër. Do të shtrydhun. Edhe ja. Se u mundova që t'i bëja pak masash, mos lëshoheshe më shumë lëng, po, të shofim. Ja ta marrëm këtë këtu, bravo të lumt. Pastaj pjesën tjetër e vendosim më vonë. Shumë mirë. Edhe një pjatë për këtë, sepse duke vendosur pjatën, normalisht... Pesha e saj nuk lejojnë që të hapen. I mbledh më afër, unë dhe ja. Dhe më duhan. Po, me pas ka morë goca pak me kursim këtë gjethet. Si kemi këshu mirë, kemi masën? Po, besoj mirë është. Po e mbuloj, po avisa do të shohin dhe njerë për të fundit para se të zjejnë. Kështu që le t'i jedhim një tiganit, një sy për të parë masën e duhur të lëngut të panxharit, që nuk do t'a kaloj si përfaqen. Mund të vendosim edhe një patate. Po, përthise dhe lëngjet. Përthise dhe lëngjet edhe jep edhe akoma më të përshjeqë, që unë do t'a bëj pak më vonë. Të bëj dhe këtë gjethen tjetër këtu edhe. Le t'i lëm të zjejnë, pazit tona, japrakët me gjethe pazije, me gjethe rushi, ne zjodhëm një formë tjetër, duke qenë se me gjethe rushi e kemi sjellë dhe herë të tjera në mbushje të ndryshme këtë recet. Mirë, tani bëjmë dhe 2-3 të fundit dhe do të kalojmë, do të sistemojmë sigurisht tryezën për të vazhduar me recetën tjetër. Po, besoj u pa, është qartë, recetën mund t'ja u lexoj edhe një herë. Me gjethe rushi ose me gjethe pazije, vendosni ju, receta e shkruar për mbushjen e saj do t'jetë në ekran. Pra, me të dyja variantet, në variantin e parë që sollëm ne dhe variantin që keni të shkruar në ekran. Receta që po përgatitet, po zjen akoma, të japrakëve me gjethe pazije ose me gjethe rushi, me shumë bimë aromatike, me pak oriz, domate dhe të zjera në shtrat panxhari. Receta e japrakëve. Dhe përfunduam sot me peksimadhen, një formë tjetër kjo e gatimit. Shoqëruse shumë e mirë e çajit, e kafes. Okej.